E dashur nana jam, ti që çdo natë ke prish gjumin vetës për me më këshyra jo mirë. Ti që çdo mëngjes je qu, mi ke madh çorapat, më ke bo gati, më ke nis për në shkollë. Ti sa herë që jam kthy prej shkollës, më ke pyet nëse më ka ngut dikush ose nëse e ka marrë ndaj notë të mirë. Ti që je kon aty për me ofry krejt qirave të ditëlindjes tem, më prej tortën e gjithmonë mi ke uru uratat më të mira. Ti që je kujdes për mua edhe kur kom pas nevoja dhe kur të kom thonë hajt bre se mirja. A e ke menu ndonjëherë që n'botë ka fëmijë që nuk e kanë kërkën? N'botë ka fëmijë që janë lënë në qiellin e hapun e për të cilët nuk kujdeset kërkosh. Në fakt, jo bash kërkosh. Sot e kemi thirrë një mysafire shumë speciale e cila ka më na kallëzu qysh është me konë një forme angelit njerëzor, mi unë mu bashkë shëtyrën e fëmijëve që kanë nevojë ma shumë se krejt të tjerë. Me mu, sot është Albana, e cila me profesion është psikologe, por në të njëjtën kohë punon edhe në organizatën e fëmijëve pa kujdesje prindërore. Alban, mirë se erdhe. Mirë se gjeta Lirim. Na ja nisim intervistave, podcasteve, emisioneve që do t'i quajna në një formë jo klasike. Kështu që pyetja e parë që po ta bëj është çish po nihesh në këto momente? Çish jetu uni që tash? Mirë shumë, një atmosferë pozitive dhe frymëzuese. Tash, unë të prezentova si një angel në formë humane, edhe e di që ti ke këshirë që dhe këto një mos më thuj ashtu sigurisht, por unë e për një me menoj që ato, sepse fëmija janë qenjet ma të brishta që na i kemi, edhe dikush që kujdeset për ta për një me meriton që atë epitet. Prandaj edhe kjo ke një farforme e komplimentit, po jo kompliment grandioz. Ke për një me kështu kompliment që jo veçune, po edhe nëse i pysim fëmin për cilët jo kujdesni e menojnë. Faleminderit shumë për komplimentin, por në këtë rast nëse muj me bo veç një devijim të këtij krahasimi, se në këtë rast angjëjt janë fëmijët. Na jemi veç disa njerëz të këtij vendi që punojnë në disa forma pak më ndryshe, në mënyrë që me ju dalë në ndihmë edhe me ofru mbështetjen në formën qysh na mundemi edhe me bo më të mirën këtë proces që aty në mos t'i mungoj kujdesi, mirëqenia dhe mbi gjitha dashuria. Po, Alban, ti punon në organizatën për fëmijët pa kujdesje prindërore, ose për ndryshe do më thonë që shnijet në popull fëmijët e braktisën. Para se me kalu në krejt pyetjet që i kam unë edhe besoj që se cilë i ka, pyetja jam e parë është qysh e definon një fëmijë të braktisën? Çka është një fëmijë i braktisën? E para, një korrigjim i vogël. Fëmijë braktisur edhe fëmijë pa kujdes prindror nuk janë i njëjti kategori fëmijësh. Fëmijë braktisur është një fëmijë që ka humbur prindrit, apo prindrit e kanë braktisur. Të dy definicionet, ndërkohë që fëmijë pa kujdesin prindror, jo domosdoshmërisht është fëmijë braktisur. Është fëmijë që është tërhequr nga ambienti tip familjar për një kohë të përkohshme dhe mund të rikthehet prap. Është fëmijë që ka humbur prindrit nga shkaqe të ndryshme, qofshin ato natyrore si vdekjet, apo thjesht, domethënë fëmijë ka mbetur pa kujdesin prindror, jo domosdoshmërisht pa prindër. Jo, don këto nuk janë të njëjta, se në popull përdoren. Jo, nuk janë të njëjta. Në terminologjinë tonë, fëmijë pa kujdesin prindror janë fëmijët e braktisur, fëmijët e keshtrajtun, fëmijët e neglizhun, fëmijë që për çfarë do arsye janë tërhequr nga ambienti tyre biologjik, dhe në këtë rast, në fushën që punojmë ne, ata janë vendosur në një formë alternative të mbrojtjes që njihet si strehimi familjar. Unë e kam një pyetje që më kon tu dek më ta bo. E di që na shtartingullon filozofike, po ti e shpjegove që ka janë fëmijët e braktisur. E mu që ka po më intereson është kush ja u lën emrin fëmijëve të braktisur? Pyetja është filozofike, po procesi nuk është as pak filozofik. E para, momentin që braktiset fëmiu, e marrim shembull në qendrën klinike këtu në Prishtinë, është një kujdestare aty që njofton për braktisjen e fëmijës, në këtë rast e lajmëron policinë, policia njofton qendrën për punë sociale, dhe në këtë moment menaxheri i rastit apo punëtori social është i obliguar dhe telefonohet për me ardhur me tërheq fëmijën nga qendra spitalore. Prej atij momenti kur ai e merr këtë informacion, ai apo ajo, prej nuk mund ta dim as kohën se kur ndodh, kur lajmërohet, kur e merr këtë njoftim.
prej momentit kur ai zgjohet dhe e kupton këtë informacion, derisa të vjen në ÇKUK, ai e mendon se qysh me e lan emrin dhe mbi emrin nëse është nevoja këtij fëmijë. Me atë emër dhe mbi emër, ai tërhiqet nga ambienti spitalor në këtë rast. Në të njëjtën kohë, Qendra për Punë Sociale për Kace telefonon organizatën OFAP dhe pyet se cilat janë familjet strehuese në dispozicion, në të cilat mundemi me vendos kemi një fëmijë të braktisur të kësaj komune me këto dhëna. Atëherë ne e thrasim familjen, edhe familja në të njëjtën kohë niset prej shtëpisë me krejt gjanat e nevojshme për foshnjën, edhe vinë bashkarisht e tërheqin dhe fëmiu vendoset direkt në familje. Ju keni familje të gatshme që rrinë edhe janë të gatshëm që në momentin që juve ju thirr dikush edhe ju thotë që është një fëmijë braktisur prej një qendrës ginekologjike, janë të gatshëm me njëherë me shku edhe me e marrë. Po, ne nuk I kemi familje strehuese. Po ju I kontaktojnë. Ky shtet, I ka ky vend familje strehuese që në Kosovë janë rreth 40 të tilla, që janë aktive prej vitit 2000 në Kosovë, dhe ato janë në gjendje gatishmërie 24 orë, 7 ditë javës që të ofrojnë edhe të bëhen dere hapur për fëmijët në nevojë. Qysh është që ky procesi I gjetjes së këtyre familjeve? A zakonisht një familje strehuese vendos që unë po du me e marr një fëmijë që është I braktisur edhe më kujdes për të, se ti thënë ne nuk I kemi ka ky shtet, po ju jeni rruga lidh se si OFAP. Qysh ndodh që ky proces? Ku I gjeni ju çto familje? Familjet strehuese janë në mesin tonë, janë familje të zakonshme, janë familje të cilat vendosin që shtëpia atyre të mos jetë veç e tyre. Që fëmijët e tyre biologjik të mos jenë veç fëmijët e tyre. Po vendosin qatë ambient tyre familjare dhe qatë model të prindrimit, e të shtëpisë, e të ngrohtësisë familjare, me nda edhe për disa fëmijë të tjerë në nevojë. Me ligj në Kosovë secila komunë është e obliguar që t'i ketë së paku 3 familje strehuese. Fatmirësisht ne kemi rreth 40 familje strehuese në krejt Kosovën, po fatkeqësisht kemi komuna të cilat nuk kanë asnjë familje strehuese dhe ato komuna obligohen këtë rast me dërgu fëmijë në komuna tjera ku kanë familje strehuese. Tash unë kam një pyetje. Tu e di që ti je psikologe dhe tu e di të rëndësinë që ka kontakti fizik I fëmijës me nanën në momentet e para. Qysh ndikon mungesa e nanës te një fëmijë në momentet e para të paslindjes? Çfarë ndodh me qatë fëmijë? Tash mbaret për çfarë periudhe flasim, në cilën mosh ndodhet fëmiu në momentin që braktiset ose në momentin që mbetet pa kujdesin prindëror, mirë po procesi aty fillon dhe ndodh një proces I humbjes, I cili është I njëjtë si për fëmijën, si për të rriturin. Momentin e parë, tash po e analizojmë edhe ne si të rritur, në mënyrë që me e kuptu se çysh ndodh me qatë botën e vogël të një fëmijë krejt pa fajshëm, të pa djallëzuar, të pa informuar dhe të pa mbrojtur ndoshta. Momentin e parë që ne humbim diçka, qoftë ajo humbje materiale, qoftë ajo humbje shpirtërore, qoftë ajo humbje njerëzore, faza e parë është shoku dhe mohimi. Momentin që ti ke humbë diçka, edhe nëse një shumë parasht ka humbë, fillimisht kap një shok edhe një mohim ndaj asaj se ku më humbi, çka ndodhi, qysh ndodhi, pse mu. Brenda teje zhvillohet një lloj ankthi, një lloj shoku emocional, psikologjik dhe fillon me e mohu ato çka të ka ndodhur se nuk të besohet. Nuk besohet që se ti fillon me I kujtu tash ato momentet se qysh ishe ti para se me ndodhë që ajo. Çfarë gjendje ke, ku ishe në atë moment ku ndodhi rasti, e krejt këto gjëra tjera. Pas kësaj fillon faza e zemrimit. Fillon e zemrohesh me veten, pse ndodhi, qysh lejove me ndodh, a ke mujt me bë diçka në këtë rast, fillon me fajsu veten, nëse humbja ka qenë njerëzore, kemi pa shpesh raste që nëse ke qenë I përfshirë në këtë proces, ke mujt nashta me ndalu, nëse pa marrë parasysh nëse ke qenë I përfshirë në mënyrë direkte ose indirekte, te personi që s'është më, ti fillon me I bë nëse te kisha bë, mos te kisha bë, te kisha ndalu, ti kisha thënë ashtu, ti kisha thënë kështu, fillon me I bë 100.000 pyetje, të cilat e sfidojnë edhe
të bojnë ty mos me besu, mos me dasht me pranu realitetin e ri në të cilin ndodhesh. Pastaj fillon një fazë depresioni, cilën ti ki me shfaq ose me agresivitet, ose ki me umbyll në vete. Kur kalon edhe kjo fazë, Dush mu pajtu. Vendos me u ballafaqu me të vërtetën. Që ti tash je në një realitet të ri. Gjendja jote ka ndryshu. Pa marrë parasysh. Edhe nëse është krejt fush një njëti proces. Veç se e manifestojmë ndryshe. Dhe intensiteti është ndryshe. Dhe në fund, ti e pranon. Pasi të vendos me u ballafaqu, është një farë momenti kur ti e kupton, domethënë ka ndodhur që ky cikli i përjetimit të humbjes, edhe ti e pranon realitetin e ri që jeta jote në këtë moment është pa atë që ti ke humbë. Kështu ndodh edhe me fëmijën. Qan dhe për një moment ndalet. E kupton që aty më nuk është kërkush. Që nuk i përgjigjet kërkush të qarave të tij. Por në këtë rast, ai nuk është krejtësisht i braktisur. Edhe që ky është qëllimi i strehimit familjar. Që asnjë fëmijë mos rritet vetëm. Edhe me e kuptu që ai me të vërtet nuk është vetëm. Na kemi pa gjatë punës tonë të përditshme raste ku tërhiqen çdo pyetje filozofike mbi jetën, mbi ato se qysh nanat ndryshme e shohin këtë mëmësinë edhe procesin e lindjes. Na kemi pa rastin e një nane biologjike që ka bërë gjithçka për me abortu fëmin, ka përdor gjithë farë medikamentesh. Aborti nuk ka përfundu me sukses dhe veç i ka shkaktu dëme, probleme shëndetësore dhe në fund e ka braktis fëmin. Në thonë, ka tentu me abortu? Po. Për të njëjtin fëmi, shkon një nanë strehuse edhe e merr në strehim familjar. Fëmia është braktis. Edhe ka shumë pas krejt ekzaminimeve mjekësore, ndodhë që edhe doktori thotë ktheje se nuk ka shumë shpresë. Po është kjo nana strehuse që me këmbgulljen e saj vazhdon e ndjek çdo doktor, çdo pistë, me besim të plotë dhe me bindje të plotë që fëmiu ka me jetu dhe ka me qenë i shëndetshëm. Edhe ajo i ndjek krejt procedurat, në këtë proces involvohen krejt partnerët, në këtë rast qendra për punë sociale, ministria, shërbimet spitalore, edhe e bajnë të mundur që fëmiu me vazhdu me pas jetë të shëndosh. Sot i ka 7 vite, është akoma në strehim familjar, edhe vazhdo. Tash një pyetje prapë psikologjike. Qysh mundet një nanë me braktis fëmin e vetë? Që që është pyetja e krejtëve? Qysh? AFAP-i ka programe të caktuara të cilat punojnë edhe në parandalim të braktisjes. Tash këtu ka shumë shkaktar për të cilat ne nuk duhet gjykojmë. Ndodhë që të vjen një mesazh që thot a keni mundësi me ma siguru qiran për 2 muaj ose unë detyrohem me braktis fëmin. Në radhë parë vinë kushtet financiare, mungesa e mbështetjes, mungesa e të drejtës në trashëgimi. Një prej faktorëve. Ajo nanë ndoshta ka qenë viktime trafikimit. Ndoshta ka qenë viktime një abuzimi që ka ardhur deri te ky vendim. Mund të ketë shkaqe të ndryshme për të cilat nuk duhet gjykojmë. E një prej shkaqeve tjera është pikërisht ky gjykimi që e bajnë as i shoqni, stigmatizimi që e bajmë, pa i mendu disa opsione tjera, cilat mund të kenë ardhur deri ose mund ta kenë sjell situatën deri. Do të thonë nuk mund ta gjykojmë nënën. No, normale është, po ideja do të thonë është që nëse nuk e dim historinë, na gjithmonë kena me thonë, unë për shtatë dhe e bona pyetjen, se mendoj që edhe njerëzit e kishin pas, po çish është e mundur që një nanë ka braktis fëmin, e masni është një nanë tjetër që thotë po që unë e pe marr. Edhe pse ti ke përdor barna dhe ke dash me abortu me çdo kusht dhe i ka shkaktuar dëm me fëmijën tën, unë prapë ku më luftu që çaj fëmijë më mbijetu dhe unë kam kujdes për ta. Po çka nëse pikërisht ajo nanë ka qenë viktime trafikimit?
Po, a nuk, nëse ti ke vujt, a nuk dush me ditë edhe vujtjen që ka me përjetu fëmija jo të Nuk mund të tërheqim pyetje të tilla ekzistenciale, edhe nuk mund të krijojmë gjykime mbi çështje të tilla. Po, Është pikërisht që ky gjykimi i vrazhd që e bojmë na si shoqni, pa i mendu edhe njëherë shkaqet cilat mujnë me sjell një nanë deri tek një vendim i tillë. Po, na nuk po dojna me arsyetu vendimin e nanës ose me gjyku vendimin e saj. Por ideja është që nëse ti ke kalu në dhimbje, ti e din çka është me vujt. Tash nëse e merr edhe e lën një fëmijë, ti je me një farforme të ndiku drastikisht në trajektorën e jetës së tina. Tash unë pe kuptoj, po tash me tërheq një paralele, e ki një nanë biologjike që e kalon, edhe tash e ki këtë nanën tjetër që për një me do të mi thonë Angel se ka but pamundurën, për një fëmijë që edhe nuk është i saj në aspektin biologjik, mja mundësu me jetu. Do me thonë, qysh njëhesh te kur e sheh një qësi situate? Qa të kam mësu që kja për jetën, po më interesan? Se sa që kam thu mu për jetën, si lire? Është një realitet shumë i vrazhd, edhe ndoshta dilemat fundamentale të cilat çdo njeri momentin që i shet duke ndodhur ose veç e kupton që ka ndodhur ky proces, menjëherë hidhemi në konkluzione të cilat dikën dhe fajsojnë, dikën dhe arsytojnë. Domethënë është një farë paralele që e tërheq menjëherë mes një engjëlli dhe një djalli në të njëjtën kohë. Por mësimi ma i vlefshëm ndoshta i krejt kësaj çështje që gjatë punës tonë kemi arrit me kuptu është që nënat nuk gjykohen. Në ne. E dyta, shpeshherë ajo e sheh mbrojtjen e fëmisë këtë formë. Ajo mund të ketë qenë situata nga cilat nuk mundet me dalë më. Do thonë mrinë qasi pike, sa edhe thot... Edhe mrinë në pikë të tillë. Pelo, se të mbroj. Po. Strehimi familjar është formë e mbrojtjes së fëmijëve. Ka të tilla që pavarësisht se plotësohen kriteret për marrjen e të drejtës prindërore, ajo nuk jek dorë. Nuk jek dorë, se thot herdo kur që unë jam e gatshme edhe kur unë të stabilizohem ose rehabilitohem nga çfarë do fati që mund të ketë pas ajo, thot unë kthehem edhe i marr fëmijët. Fëmijët deri në atë kohë janë në mbrojtje të shtetit. Po, do të thonë, po tash unë e kam një pyetje çto. Do të thonë, na kur se unë çata edhe mesazhin në fillim ja drejtova nanës tam. Dhe thash ai ke minutin e herë nëse një fëmijë, se për shembull unë hala sa di kam 25 vjet, po kanjëherë kur më dam dikon thon moj nan bre. Do të thonë, hala një herë kur nuk kam nxenë gjumi natën, kam nevojë me shku me përqafu nanën. Se nana është për një me jashtëzakonisht e nevojshme. Tashti mungesa e nanës te çeta fëmijë, te fëmijët e braktisur, edhe fillimisht qysh ndikon, e në ndë qysh ndikon mas nej adoptimi që ty në fëmijëve. Do të thonë, ata e marrin një nanë të re, pa kam ja u zëvendësu nana e re, nanën e vjetër, nanën biologjike është fjala. Shkojmë kështu. E para, po ta përshkruaj veç pak, qysh i presin familjet strehuse, fëmijët herën e parë kur vinë strehim. Edhe një emrusi përbashkët i krejt familjeve, kur i pyet qysh ka qenë eksperienca juaj me fëmijën e parë që keni marrë strehim. Zakonisht familjet fëmijët e parë i marrin bebe, i marrin foshnje. Edhe të gjitha thonë që atë natë nuk kemi bë gjë. Ja kemi numëruar edhe frymarrjet. Fëmijës njëjtë sikur kur e kanë pas fëmijën e tyre biologjik në familjen e tyre. Domethënë e kanë nejtë të janë numëru edhe frymarrjet gjatë natës. E kanë shiku atë shumë që e kanë dashur. Atë shumë që e kanë dashur edhe që e kanë mirëpritur. Mendoj që kaq ka nevojë njeriu edhe me pa, edhe me dëgju, edhe me përjetu. Fëmiu e merr edhe e mëson ngrohtësinë familjare, modelin e prindërimit, lidhjet farefisnore,
mëson funksionimin normal të secilës familje. Gjatë kësaj kohe punohet paraprakisht për informim, familja strehuese i nënshtrohet një procesi të trajnimit në mënyrë të vazhdueshme. Trajnohet për prindërimin, trajnohet për kujdesin, qoftë për bebet e posalindura, qoftë për fëmijët adoleshent, qoftë për fëmijët me aftësi të kufizuar. Trajnohen në tema të ndryshme, qysh me trajtu humbjen, qysh me i trajtu krizat që fëmijët mujnë me i shfaq gjatë qëndrimit në strehin familjar. Edhe ato janë familje të përgatitura për çfarë do lloj situate që mund të ndodhë. Ne si organizat, gjatë kohës sa fëmijët janë në strehin familjar, punojmë me seanca psikologjike, pedagogjike, qoftë për rehabilitimin e tyre, qoftë për sanimin e marrëdhënieve me familjen biologjike. Këtu involvohet familja strehuese, edhe psikologët e organizatës tonë punojnë në mënyrë edhe qendra për punë sociale, tash punojnë në mënyrë të vazhdueshme për rikrijimin e çatyre lidhjeve të kputuna të fëmijës, nëse fëmiu është tërheq nga familja e tyre biologjike. Punohet në mënyrë që të ruhet familja bërtham. Veç kur është krejt e pamundur, atëherë i merret e drejta prindërore prindit biologjik dhe fëmiu ka lënë në Veç që të kisha anonjë adoptim. Do të thonë, ka raste kur dikujt i merret e drejta e prindërimit. Po. Në çfarë rastesh janë këto? Për shembull, prindrit mund të jenë të paaftë mendërisht dhe fizikisht për kujdesin ndaj fëmijës. Po, çka nëse prindrit i rrehen, i abuzojnë fizikisht? Po, absolutisht. Nëse vazhdimisht ata abuzohen, edhe nuk përmirësohen, nuk rehabilitohen, nuk piqen kushtet që fëmiu të rikthehen në familjen biologjike, atëherë prindërve u merret e drejta prindërore dhe fëmiu ka lënë në fazën. E kjo është një dilemë tjetër që unë e kam. Ku është ajo vija që ti vendos mja marrë, se për shembull një fëmijë që lind në çasti kushte, ai familjen e vet e njeh sikur këtë universin. Pa marrë parasysh kudo që të marrësh të çojsh te krejt çka ka mësuar për jetën është prej familjes vet. Qysh mundet një profesionist me vendos me thonë, okay, ky prind nuk është i aftë me u kujdes për këtë fëmijë. Këtë punë e vendos gjykata dhe vendosi një varg profesionistësh që përfshihen në këtë proces. Prindrit mund të jenë të përfshirë në veprimtari ilegale. Mund të jenë të përfshirë në trafikim me substanca narkotive. Mund të jenë të përfshirë në veprimtari të ndryshme kriminale për të cilat nuk besoj që çdo njeri me logjik të shëndosh kish preferu që fëmiu të rritet në një ambient të tillë ku abuzimi është çdo herë variabël që lidhet në këto raste. Apo ku ata janë të paaftë kujdesen për veten e lere më për fëmijët e tyre biologjik. Qysh është tani që procedura, u vendos mja marrë dikujt fëmin për shkak që nuk është i aftë me rritë që fëmija me u zhvillu që duhet. Sa është mas një që periudha që prindi ka me nejt larg fëmijës së vet? Qysh vendosot që kjo? Jo, në momentin që merret e drejta prindërore, as edhe një të drejtë ligjore, prindi biologjik nuk e ka në raport me fëmijën. Heq? Absolutisht. Ai ka lënë në adoptim dhe momentin që adoptohet, vetëm fëmiu pas moshës 18 vjeçare, nëse do me vullnetin e lirë mund t'i kërkoj prindrit biologjik. Përndryshe. Çka është një rast Albon që të kalon me të ka prek shumë, me qatë sa guxon me na kallëzu, me qatë sa mundesh? Çka është një rast që të ka metën kry që se harron kurrë? Është një rast i një fëmije të braktisur me autizëm që para pak viteve ne si OFAP tradicionalisht çdo vit e organizojmë festën e fundvitit me fëmijët e vendosur në strehin familjar. Këtë veta keni me bu? Po, pas kësaj historie. Okay. Edhe e kuptojmë në pak para festës së fund vitit që ky fëmijë është diagnostifikuar edhe me një lloj kanceri. Okay. Edhe këto pyetjet filozofike, ekzistenciale dhe okay, fillon është ka njëherë një farë ndjenje ku të lidhet që të në fyt edhe as
nuk je që e qet jashtë e as që e përbin brenda. Thjesht të shtrëngën në mënyrë të vazhdueshme. E organizum festën e fundvitit, edhe ai mungoj. Edhe na përgatisim dhurata edhe të personalizume për secilin fëmijë edhe gjithçka tjetër. Edhe ka pas një periudhë ndoshta 2 javë që unë kam flejt me të dhe jam zgju me mendimin për të. Edhe në një mëngjes ku shkoj në zyre, i them një prej kolegeve, psikologëve që do të patjetër me shku deri në onkologji se nuk po muj me bë gjumë pa shku me e pa. Edhe kur kam hyrë në spitalin e onkologjisë, edhe kur kemi hyrë brenda në dhomë, e kemi pa që krejt reparti edhe krejt personat e vendosur aty, edhe familjarë të fëmijëve tjerë, kishin qenë aty tu kujdes për të sjell lodra, tu i ofru ngrohtësi, dashni, kujdes të mos i mungu kur gjë në këtë proces. Edhe një deklarat e prindit strehus, aty që thot nëse më duhet, unë deri në prag e shes edhe nuk lejoj as edhe një nevoje vetme mos me i mungu fëmis që e kanë strehim. E tani kur e kom pa qëtë atmosferë, kur e kom pa qëtë kujdes, kur e pash këtë ngrohtësi e këtë dashni të ofrume për të, në momentin që jam dalë, kom thonë që ndoshta ma mirë që është këtë. Se ndoshta ti shkon në familjen e vetë biologjike, s'kishin pas mundësi me ofru gjithat kujdes, gjithat dashni, ndoshta as kushtet financiare për me i përmbush krejt nevojat edhe kërkesat cilat i kishte ai, edhe sot është mirë, sot gëzon shëndet të plot, e ka mujt edhe këtë sfidë, edhe është ndoshta një prej historieve kështu që t'i japin disa mësime shumë të fuqishme që forca është diku ku na nuk e shohim as. Unë do të ngu ty Janisa me u tërnqedh dhe po mdohet sikur jam të e jetu historinë tash para me në ti që ke jetu. Po, që ty në kohë më ka ra me lexu një artikull që ka pas titullin Pse nuk kajnë fëmija e braktisën. Pse nuk kajnë fëmija e braktisën, Alma? Shpjegum në fillim procesin e humbjes. Ti e kupton që nuk të përgjigjet askush. Nëse ne si të rritur, edhe ne si të rritur e manifestoj me të qara, braktisjen. Edhe unë, edhe ti, edhe secili person. Por arrin në një pikë që e kupton që je i braktisën. E kupton që nuk është aty me u përgjigj kërkosh. Dhe mësohesh. Edhe e pranon. Që kjo fazë, se tash ti, nëse se ne jena të folë deri që tash për krejt rastet që ju keni ndihmu, i keni shpëtu, po çka nëse një fëmijë nuk mundet me gjetë një familje adoptuese dhe përfundon në jetimore? Kosova nuk ka jetimore, fatmirësisht. Po e kemi sos fshatin. Nuk është jetimore, sos fshatri është formë e mbrojtjes, qëndrim rezidencial. Nuk është jetimore. Kosova është vend që nuk ka jetimore dhe kjo është sukses i madh. E çka ndodh nëse juve ju vjen një fëmijë, po supozojmë, edhe nuk mundi me gjetë, e merrni informacionin edhe nuk mundi me gjetë familje strehuese. Çka ndodh me familje strehuese gjendet, se familje strehuese i kemi. Po mendon familje adoptuese. Po familje adoptuese, po. Kështu. Na kemi raste që një fëmijë i braktisur ka mbush moshën 18 vjet në familje strehuese. Familja strehuese akoma vazhdon me e mbajt. Kemi 3-4 raste aktualisht në të momente që po flasim që 3-4 fëmijë janë mbi moshën 18 vjeçare dhe qëndrojnë familjen strehuese, ani pse familja strehuese nuk e ka obligim të kujdeset më për ta. Mirë po, kemi programe të ndryshme, në këtë rast Ministria e Drejtësisë përmes departamentit përkatëse dhe organizata të ndryshme, të cilat ofrojnë programe për jetesë gjysmë të pavarur. Që fëmijët involvohen në punë, u sigurohen mbështetje financiare, në mënyrë që ata të fillojnë jetën e tyre tash të pavarur për
pasi ka ndalë prej formave të mbrojtjes. Do me thonë, ai fëmijë vazhdon me jetu me një familje strehuse derisa e mush një moshë ku mundet me u konsideru jaftë me u kujdes për vetë. Ai mund të largohet edhe pas moshës 18 vjeçare, nëse janë pjekur kushtet edhe nëse në këtë rast institucionet vendosin me ofru një mbështetje për fëmin e rritur tash, se nuk është fëmin, për t'i ndihmu, po, ose marrëveshjet me biznese ndryshme, që të punësohet, që të shkollohet, që të vazhdoj angazhimin, karrierën, jetën e tij. Tash një pyetje tjetër, do me thonë, e përmene më herët që tha që na çdo vit e organizojmë festën e fundvitit me këta fëmijë. Po më intereson shumë çka është çajo festë, shpjego ma. Ç'a ndodh në çatë festë? Kur i pyesim fëmijët pas përfundimit të festës, momentin kur ata i marrin edhe dhuratat, edhe vitin e kalum, edhe pyetja që vjen me automatizëm është a jeni kënaq prej programit, prej atmosferës, prej gjithçka, dhe thotë jo, nuk jemi kënaq, jemi gëzu. Edhe çto janë disa përgjigje të cilat ty të bajnë funditës me thonë që ja vlen mundi, angazhimi dhe gjithçka që bëjmë këtë proces. Po, ne çdo fundvit e organizojmë festën me fëmijët e vendosur në strehim familjar. Kësaj radhe do të jemi në Prishtina Mall, e cila e mbështet komplet festën e fundvitit me 18 dhjetor. Jemi të ftuar, jeni të gjithë, për të na u bashkangjitur edhe për të pa nga afër një gëzim dhe një festë, besoj më ndryshe nga që keni pa ndër vite. Ç'a të kanë mësu që to festa ty për jetën? Që jeta është festë. Jeta është festë. Festë është gjithçka që na bën bashkë. A kanë festat kuptim nëse nuk i kena njerëzit e afër ngat? Nuk e di, fatmirësisht. Por menoj që vërtet fest është gjithçka që neve na bën bashkë. Ç'a ke mujt me mësu Alban prej fëmijëve të braktisur, fëmijëve pa kujdesje prindërore? Cila është mësimi më i madh që e ke marrë prej ty në jetë? Qof një fjali, qof një tregim, qof një historie, çka do që ti ke mësu prej tyne? Është një diçka çka kom kuptu gjatë këtij procesi, që kur gjitha rrugët mbyllen në tokë, krejt qielli hapet për ty. Edhe nuk ka formë tjetër që mundesh me përshkru mënyrën se qysh ndjek jeta atë rrjedhën e saj për me arrit në qëllimet caktuara. Do të thonë, ti po thu që përderisa kemi fëmijë që kalojnë situata të tilla, do të thonë, na tjerë që kemi probleme shumë më të vogla, duhet mi marrë me më sportivitet, sepse jeta është shumë më e lumtur edhe varet shumë prej perspektivës në cilën e sheh. Absolutisht po. Sepse, do të thonë, na kur e kemi një problem, menojmë që gjithçka në botë cilët rreth problemit tonë. Për çata edhe unë jam kon shumë i entuziazmuar kur kemi vendosur me bëu këtë emision, se sum pretësha me ardhë dhe m'ja u kallzu ti vish një pjesës të vogël të historisë së komunitetit me të cilin punon. Që njerëzit me kuptu që unë mendoj që njerëzit e kanë shumë të nevojshme kohë pas kohe me ardhë me bë punë vullnetare. Edhe me mbush pak shpirtin, edhe me pa perspektivat ndryshme të jetës njerëzore. Fëmijët me të cilët punojmë na, fëmijë bën veç mosha. Për nga përjetimet dhe ngjarjet që i kanë në jetë, ata janë shumë më të moshuar se na. Janë shumë para neve. Me gjithçka, ti mendon që ata kanë nevojë për ty, e në rastet festave të tilla e kupton që në fakt ti ki nevojë për ata. Sepse ta ndreqin jetën. Ti ki nevojë me pa perspektivë tjetër të jetës, edhe të jetës tone, po dhe të tjerëve për rreth.
a ka deklarat më të fuqishme se kur një prind strehus ta bën kemi najtë dhe ja kemi numru edhe frymarrjet që i ka marrë të natën, sepse jemi kun qaq të përfshim në krejt procesin. Unë nuk mendoj që ka dhuratë më të madhe, se dhuratat më të mëdha nuk janë ato që hahen as që veshën, po janë ato që ndjehen. Absolutisht. Tash, masi jemi të shku drejt fundit, une kisha dashur prapë se nëse me histori, kisha dashur prapë me përfundu me histori. A ki edhe diçka tjetër me fund të lumtur? Do me thonë, një situatë që ty, sa herë që e menon, një cukur se qaja, do me thonë që një fëmijë ka gjetë veten e vetë me një familje strehuse edhe që ti the vetë, do me thonë, nashta ma mirë që u konte që kjo familje strehuse, se nashta nëse i shkojmë familjen e vetë si kish pas që to kushte. A kina një histori tjetër që më do njerëzve shpresë? Pse duhet njeri me u bo familje strehuse? Pse duhet një familje me zgjedh me u bo familje strehuse? Në radhë të parë, familje strehuse e kanë motivin human, e para. E dyta, e kanë një perspektivë pak më ndryshe për jetën. Ata nuk është vetëm kuptimin e ofrimit të një strehe, po është në kuptimin e ofrimit një familje, një ngrohtësie, edhe në fund një fotografie familjare. Dikujt që nuk e ka mundësin me e pas. E unë mendoj që ndoshta nuk janë mirë të informuara, por ne kemi nevojë për rritje të numrit të familjeve strehuese, sidomos në komunat ku nuk kemi të tilla, por që ndoshta e kishim shfrytzu edhe si platformë për me bo thirrje për krejt ato familje të cilat janë të interesuara, le të lajmërohen në qendrat për punë sociale të komunës së tyre, apo le të telefonojnë në organizatën tonë, dhe mund të marrin gjitha detajet dhe informacionet se qysh mujnë me u bo familje strehuse. Jemi në prag të festave, ku familja vjen në pa mbi të gjitha, pavarësisht që pjesa dërmuese jonë jetojmë e punojmë në vende të ndryshme, por që në fest e në çdo fund mezi presim kthimin në shtëpi. E hajde bashkarisht të bëhemi një shtëpi e madhe për fëmijët që kanë nevojë. Mesazh më të mirë nuk e di, domethënë që unë është më dhon, po tash te që jemi të shku drejt fundit, më kujtu edhe një pyetje që mendoj që audienca kishin dashur shumë e një. Në shumicën e rasteve, a e din fëmija që janë të adoptuar, apo ka dhe raste kur nuk ju tregojnë familja? Kështu. Ne thamë fillim që familje strehuese i nënshtrohen një procesi trajnimit të vazhdueshëm. Edhe familja adoptuese i nënshtrohet po këtij trajnimi. Fëmijës së adoptuar duhet t'i tregohet që është i adoptuar. Kjo përtrujt identitetin e tij dhe përtrujt ato çka ai ka ndërtu deri aty. Fëmijët nuk e dim asnjëherë me çka janë të lidhur më shumë. Ndoshta një lodër thjesht që e ka marrë diku në shtratin ku ai e ka bërë gjumin, që ajo lodër siguria ti më e madhe. Ti nuk mundesh me ja humb, se nuk e fshin lidhjen edhe nuk mundesh me e këput lidhjen e fëmijës nëse nuk i tregon ose nëse e mohon të vërtetën. Për këtë arsye, për këtë pyetje që ka ardhur se kur është mosha e duhur me ju tregu fëmijëve që janë të adoptuar, e që shkenca na jep verzione të ndryshme, sepse në fakt nuk ka një moshë të caktuar për me marrë këtë informacion. Ne, si organizat, kemi zhvillu një libër që ka ardhur si rezultati kësaj pyetje, që njihet si Parallat e herojve të padukshëm. Edhe i kemi marrë 10 paralla, 10 profile të fëmijëve të vendosur në strehën familjar, dhe qëllimi ka qenë që fëmijët mos ta marrin si lajm këtë momentin kur ti vendos me i tregu që është i adoptuar, por që sa prej moshës 5 vjeçare të fillohet dhe t'i lexohet parallat, në mënyrë që përmes tregimeve ta kuptoj që
Mund të ketë fëmijë që vinë prej familjeve të ndryshme, që jo çdo fëmijë ka prindrit e tij biologjik, disa janë prind adoptues, prind strehues, dhe në këtë mënyrë ata të familiarizohen me këtë koncept dhe ta pranojnë sa ma lehtë që t'jetë e mundur, që të mos stigmatizohen, që të mos bullizohen, dhe që ta përjetojnë këtë proces në mënyrë sa ma të thjesht edhe sa ma të përshtatshme për gjuhën edhe për moshën e fëmijët. Po çka nëse një fëmijë adoptohet kur është krejt bebe, që s'm bën mend kur gjë, dhe gjithçka që ndërton për identitetit vet është me familjen adoptuese. A mendon që Pa marrë parasysh duhet t'i treguhet në çdo rrethonë që fëmiu është i adoptuar. Është e drejtë e fëmijës që të njoftohet me identitetin e tij. Në rast se fëmiu pas moshës 18 vjeçare dëshiron me i kërku prindrit biologjik, atëherë është plotësisht e drejtë e fëmijës. I kuptoj të gjitha rrethonat edhe aspektin kulturor, tradicional, të prindërve adoptues, sidomos në Kosovë, arsye pse dëshirojnë me e fsheh identitetin ose mos me i tregu që është adoptues, se friksohen që mos po thehet lidhja, mos po kputet lidhja mes prindrit edhe fëmijët, mos fëmijët nuk po ndërprejnë dashninë e krijuar dhe gjithë atë raport e besim që është ndërtuar me prindrit adoptues, po në fakt i rrezikon të gjitha këto për faktin që nuk po i tregon. E kjo është diferenca, sepse përvoja na tregon që e kuptojnë. E kuptojnë nga shoqënia, e kuptojnë nga fëmijët e tjerë, e kuptojnë nga dikush tjetër, e kuptojnë nga palë të treta, e këtu pastaj ndodh thymja e besimit. Kur ti e kupton një të vërtetë fundamentale për veten tënde, nuk e kupton nga personat që janë më të besueshëm për ti. Tashmë siç jemi krejt në fund, unë e kisha dashur që nëse të kemi u thonë diçka publikut tonë që të këqyren një mesazh për fond, çfarë do të qoftë ai, një mesazh prej zemrës që na vendosim me çu. Çka do të të vjen mendje, niu është lirë. Çka kishim ju thonë krejt njerëzve për fond? Të bëhemi më pak paragjykues, e më pak gjykues, edhe të përpiqemi me pa jetën prej syve të tjerëve. Interesante. Do me thonë, po më doket sikur duhet me nis tash një diskutim tjetër për çfarë që e vënë në fillim. Albano, ne të falenderoj shumë që ke ardhur. Besoj që kena më të ftu prapë edhe me diskutu shumë më në detaje, kjo ke ma shumë si informuese, se tani kena me pas temat ma specifike. Unë fillimisht përgëzoj shumë për punën që e bën çdo ditë, edhe për emocionet që na i dha edhe neve, edhe që na jep sa herë që takohemi, sepse unë më nxis pres me u taku, po masi që të dal prej takimit me ty, do të thonë tani një 3 ditë e kam kryer çam ke tregu, edhe pse do të thonë unë edhe vetë kam punën që merrna me fëmijë me probleme. Faleminderit edhe një herë shumë që ke ardhur, e shpresoj që kemi më pa herën tjetër edhe me histori të mira dhe gjithmonë me fund të lumtur. Faleminderit shumë. Unë për fund, nëse më lejon, kisha dashur me bën një falënderim Patjetër. Për stafin e organizatës OFAP, të cilët jemi të gjitha vajza dhe gra, të cilat në vazhdimsi të fillu prej drejtoreshës tonë Ibadit e Krasniqi, edhe krejt stafit me radhë që ka qenë një vit shumë sfidues për neve si organizat. Kemi punu me reduktime të stafit, të pagave edhe gjithçka tjetër, po që po du me i falenderu jashtëzakonisht shumë, po e shoh edhe në stage që to ka shumë zemra. E aty te na e kemi kuptu që mbi të gjitha triumfon zemra e mirë. Çfarëdo qëllimi që kemi pas dhe çfarëdo iniciative që kemi ndërmarrë deri sot, e kemi pa që kur është nis me dorë në zemër, çdo herë ja kemi dalë. Kështu që unë po du mi falenderu shumë për kohën juve, për atmosferën e mirë, për mikpritjen e mirë, për bisedën e këndshme,
edhe besoj që do të shihemi për histori tjera dhe ma frymëzuese. Edhe na dojna m'ju falenderu juve shumë për punën që e bëni çdo ditë, edhe m'ju thonë që na jemi shumë e fat që ju kemi. Krejt juve që mirëni me fëmijët që kanë nevojë. Faleminderit shumë.